për të shkatruar këtë kombë. Ai nuk përdor kampet e përqendrimit. Jo. Nuk përdor burgjet e mëdha politike, ndonse burgos politikisht. Përdor vjedhje. Vjedh me bandën e tij 90% të gjitha fondeve për punë publike. A mund të imagjinoni ju një magazinier i Salillarit është fitues tenderi 60 milion euro për portin e Vlorës. A ka akt më flagrant vjedhje se sa ky? Një magazinier. A mund të imagjinoni shqiptar që rruga të ndërtohet me çmim 10 herë më të lartë se në Europë? Lexoni. Në qoftë se gjeni kund në botë, një rrugë gjithsejt 19 kilometra që ishin pa ndërtuar nga UNAZA dhe të ndahet ajo në 17 lote. Po s'fundahet kur, maksimumi të zëmë në 2 lote, 3. Se si t'i vjedh 17 herë ju. Si të vjedh 17 herë shqiptarët. Se si të rrish çmimin 5 herë në vjedhje. A do vazhdojmë ne? Jo, ne se lëshojmë të shesh. Ky është sheshi ynë. Ky është sheshi ynë. Ne dalim nga ky shesh vetëm kur të shpëtojmë shqiptarët. Vetëm kur të shpëtojmë Shqipërinë nga kjo bandë. Miq, arme e dytë të mërshme e kësaj bande është droga. Çfarë ndodh me drogën? Euro për tokë, sepse vinë eurot e drogës me kontejner. Me qindra nërmarrjet të eksportit falimentojnë. Me mira punëtor dalin pa punë dhe marrin rrugë të dheut. Kjo është mënyra, pse ikin? Ikin se vdesin, se shkatrohen vendet e punës. Çfarë ndodh? 35% vlerësohet euro. Ata pensionistë, 10.000 që jetojnë me ndihmën e familjarëve të tyre, 35% me pak marrin, 35% me të varfër bëhen. Çfarë ndodh? Çmime stratosferike ndërtime, se baron të drogës nuk i ka gjatë parat. Çfarë ndodh? Shtetet ligjin e bën droga. Droga vret në aeroport, droga vret në Elbasan, droga vret kudo, vret cilin do. Dhe Edi Rama, qeverisë bashku me ta. Do pranojmë ne këtë? Jo kur. Kjo ka shtuar parlamentin në institucionin më qesharak, më të turpshëm të vendit. Po parlamenti është përfaqësuesi juaj. Është vota juaj, është vullneti juaj. A do lejojmë ne ta përdor parlamentin në mënyrën si po përdor ky? Jo kur. Jo kur. Ndaj dhe koha është e jona. Këtyre u ka ikur koha. Koha e tyre është një kohë e zezë. Dhe këta duhet shkojnë për veprat e tyre të zeza që u kanë bërë shqiptarve. Edi Rama kërkon të mbrohet të diktoj gjykatës kushtetuese.
Po unë garantoj se vendimet të diktuara të gjykatës që po bën ti, do t'i paguash shumë shtrejt. Nuk pret Shqipëria. Nuk kemi ne ata që do presim nga një prokuror apo një gjykatëse shpëtimin. Jo, shpëtimin do t'a presin shqiptarët nga ne. Ne jemi shumë, do t'jemi dhe më shumë. Dhe nuk heqim dorë gjerë në largimin e Edi Ramës ka qeveria. Pse shemën rrugët? A e dini ju qytetarë se çdo tullë e pallatit në paj të Linda Ramës është vjedh ju, sepse ai pronari i firmës që ndërtoi pallatin ka ndërtuar rrugën që shemet Korç qafë Floç. Dhe sa ka ndërtuar sota, apo si quhet, me çmim të 5 fish, të 6 fish. A e shihni pra ju sa keni paguar pallatin? 10 herë më shtrejt keni paguar sarajet e Surrelit. 36.000 euro paguani shishën e verës të sultanit këtu. Çfarë duhet? Të bëj më shumë se kaq për t'i treguar vendin? Ka mbush dhe po derdhet kupa. Ndaj dhe ne sheshin nuk e lëshojmë. Dhe ne kemi hyrë betejën vendimtare. Demokrat. Kjo është betejë vendimtare. Me Edi Ramën nuk shkojmë kurrë në zgjedhje. Zgjedhje dhe votën s'ja falim kurrë. Ju garantoj se fitoria është e jona, se Rama tarfe nuk ka, se do jetë e shkuar e zezë këtij vendi. Ligji, kushtetuta, lirit tuaja, të drejtat, do triumfojnë përsëri. Të hënën tjetër përsëri këtu. Dhe çdo të hënë do ta nisim javën me betejë. Dhe nisja javës me një betejë kundër kryehajdutit kombit të gjitha kohëve është fati javës, është rruga drejt fitores. Rrofshi ju, rrof Shqipëria.